Allahun azza wa jalla e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. A gjësedati o të bori, në të bjen hasrat edhe të qëke pjesa këto. Në të bjen hasra ala ma shumë, ka ala te për mrejnë. Falenderojmë Allahun azza wa jall që na e bëri të mundshme ta fillojmë këtë ditë të parë të agjerimit me agjerim dhe këtij agjerimi të mundohemi t'ia shoqërojmë edhe adhurimet tjera që mes tyre është adhurimi më i madh, që është kërkimi i diturisë. Dhe rastësisht kjo traditë e mirë na ka mbet neve për xhallarëve tonë të parë, të vjetër, që e kanë lënë këtë traditë të mirë që gjatë muajit të Ramazanit të ketë ligjërata ku muslimanët krahas adhurimit që e ka emrin agjerim do të adhurojnë Allahun azza wa jall edhe me dituri. Nga se edhe kërkimi i diturisë është adhurim në vete, bile është kulmi i gjitha adhurimeve. Nga se dituria na e bën të ditun si të adhurojmë Allahun azza wa jall. Dhe krahas kësaj na e bën të mushme që gjitha adhurimet të cilat i realizojmë, që Allahu azza wa jall të na e bën kabul dhe makbul. Na me lejnë Allahut azza wa jall, sot do të fillojmë me shpjegimin e jetës së pejgamberëve, duke filluar prej Ademit alayhi salam, edhe asa do të na mundsojë dhe do të na e bën të mundur Allahu azza wa jall që të arrijmë gjatë këtij muaji të bekum. Jo rastësisht zgjodha historinë e pejgamberëve, sepse pejgamberët elhamdulillah për xhallarëve tonë të vjetër më herët janë shpjeguar, janë komentuar, por kohëve të fundit, duke menduna se i din pejgamberët, fatkeqësisht her paseri kur po ulemi në mezhliset e diturisë, hasemi me një problem se një pjesë e muslimanëve nuk i njohin pejgamberët. Kur t'ja përmendish Idrisin alayhi salam si pejgamber, thot kush je? Fatkeqësisht njohja e jon ndaj pejgamberëve është bërë shumë sipërfaqësore. E dim Ademin alayhi salam, e dim Jusufin alayhi salam, e dim Nuhin alayhi salam, e dim Musa, Nisën dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Që është njohuri shumë sipërfaqësore dhe fatkeqësisht shpeshherë i dim vetëm emrat e tyre. Dhe sot me lejnë Allahut azza wa jall fillojmë me Ademin alayhi salam, pejgamber dhe njeri i parë i cili është kriju nga ana Allahut subhanahu wa taala. E gjithë historia jon, e gjithë qenja jon fillon prej te Ademi alayhi salam. Prej te Ademi alayhi salam. Kjo histori, ky njerëzim i madh, që të gjithë kthehen te Ademi alayhi salam. Prej te ai fillojnë dhe të gjithë tek ai edhe kthehen. Do të thotë është baba e gjithë njerëzimit. Është baba e gjithë njerëzimit. Dhe Allahu azza wa jall, pasi që krijoi qiellin dhe tokën për 6 ditë, pasi që krijoi melekët, ai me urtësinë e vet vendosi që të krijoi edhe një njeri. Edhe një njeri i cili do të jetë i krijuar prej gjakut dhe mishit, dhe nga ana tjetër do të jetë nga ata të cilët do të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe me laqët u habitën kur e ndëgjun fjalën e Allahut azza wa jall, ku përmendet Kur'an dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Kjo është fillimi i historisë tonë, me këtë fjalë, me këtë ajet kuranor. Allahu azza wa jall në Kur'an përmendet thot: "Dhe kur Allahu, dhe kur Zoti jot, ju tha me laqeve, sepse krijesat e krijuara
të cilët ishin prezente, me të cilët Allahu Azza wa Jall komunikoi me ta, ishin melaqet. Dhe Allahu Azza wa Jall ju tha melaqeve, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Tha unë ka me dërgu në tokë një halife, një njeri. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë njeri e krijoi prej dheut, prej tokës. Dhe thot Ibn Abbasi radiallahu anhu se Allahu Azza wa Jall e krijoi Ademin alayhi salam nga gjitha llojet e tokave. E krijoi prej tokës së zezë, prej tokës së bardhë, prej tokës së kuqe, prej tokës së verdhë. Dhe për këtë shakt edhe ngjyrat e njerëzve janë të ndryshme. Por e krijoi njeriun edhe prej tokës së butë, që dul njeriu me zemër butë dhe me natyrë të butë. Krijoi njerëz nga toka e fortë, e serdë dhe e vrashtë, që të ketë njerëz të cilët do të jenë të serdë dhe të vrashtë. Krijoi njerëz nga toka e cila është me erë të keqe, të cilët do të bëjnë vepra të këqija, dhe krijoi njerëz të cilët kanë aromë nga toka e cila toka ka aromë të këndshme, të cilët do të kenë vepra të mira dhe të këndshme. Dhe Allahu Azza wa Jall me urtësinë dhe hikmetin e tij ditë më së miri që të bën llojshmërinë e njerëzve, duke zgjedh ata, duke përbërë Ademin alayhis salam nga shumë llojet e tokave. Shiqoni gjitha këto llojet e tokave, e dheut u bom bashk të qenja e Ademit alayhis salam. Dhe Allahu Azza wa Jall në fund ja dha shpirtin Ademit alayhis salam. Në fund, masi që e boni komplet, masi që u kompletu krijimi i tij nga dheu dhe nga toka, ja dha në fund shpirtin Ademit alayhis salam. Dhe pasi që ja dha shpirtin Ademit alayhis salam, Ademi alayhis salam si shkak i kësaj i ardhes së shpirtit teshe. Teshe Ademi alayhis salam dhe tha elhamdulillahi rabbil alamin. Tha falënderimi i takon krijuesit të gjithësisë, sepse e kuptoi se Allahu Azza wa Jall është ai i cili e ka kriju. Dhe falënderoj Allahun Azza wa Jall për këtë nimet të madh. Dhe Allahu Azza wa Jall ja kthei dhe i tha yerhamuka rabbuk, të mëshiroft krijuesi jot, të mëshiroft krijuesi i jot. Dhe melaqet e pyetën Allahun Azza wa Jall, jo me kthi gjevapin prap, jo që me kthi fjalën Allahut Azza wa Jall, por se pyetja e melaqeve e cila ju drejtua Allahut Azza wa Jall ishte pyetje habitëse. Dhe Ibn Kathiri dikur më vonë tregon arsyeën dhe shkakun e kësaj pyetje dhe i than qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Thanë Zot, sa kime kriju, kime qunë në tokë një njeri i cili yufsidu fiha, i cili ban zullum në tokë, wa yasfiku ad-dima, dhe ka me bo gjakderdhje në tokë. Pse po i krijon ti një njeri i cili është i tillë, i cili është zullumçar, i cili do të bëjë gjakderdhje në tokë, kurse na ki neve o Allah. Melaqet u habitën për shumë arsye, nga se deri shtash nuk kishim pa krijesë e cila ishte krijuar prej dheut. Sepse Allahu Azza wa Jall krijoi melaqet nga drita dhe i krijoi e gjinat nga zjarmi. Dhe shtash erdhi një krijesë tjetër e cila ishte pa njohur për ta, ishte nga dheu. Dhe e dinin që ky njeri ka me bo zullum në tokë. Prej kahit e dinin kështu. E kishin shembullin e gjinave, të cilët kishin jetu në tokë para njerëzimit, të cilët e gjina me zvete kishin bo gjakderdhje dhe zullume të ndryshme. Dhe melaqet thanë, pse po e krijon edhe një zullumçar tjetër, i cili edhe ki do të ban zullum, i cili edhe ki do të ban gjakderdhje dhe padrejtësi në tokë. Kurse na ki neve o Zot, të cilët na dim vetëm një punë me bo, vetëm me ta adhuru ti, o Allah.
Na jemi krijesat që kur s'ta kthejmë ty fjalën. Jemi krijesat të cilët na të ditë të adhurojmë. Dhe jemi krijesat të cilët nuk gabojmë ndaj teje. Melaçet janë krijesat të pagabueshme. Pse po i bën një njeri i cili është i tillë? Allahu Azza wa Jall va kthej përgjigjen dhe i tha: "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sa ju melaçe, unë di gjëra çështje të cilët ju nuk i dini. Të cilët ju nuk i dini dhe s'keni mundësi mi i ditë. Ademi alayhi salam si krijesë veçohet me 4 cilësi të veçanta të cilët Allahu Azza wa Jalla ka dhënë veç Ademit alayhi salam. Dhe na musliman duhet mi ditë këto. E para, se Allahu Azza wa Jall përmend shumë ajete kuranore dhe thot se unë Ademin alayhi salam e krijova thot me dorën time. Ashtu siç din Allahu subhanahu wa taala. E vetmja krijesë e cila është krijuar me dorën Allahut Azza wa Jall është Ademi alayhi salam. Dhe këtu vjen në shprehje edhe dora Allahut Azza wa Jall që na musliman duhet që të gjithë ta besojmë si të tillë njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe është vetmja krijesë e cila është krijuar me dorën e Allahut subhanahu wa taala, ashtu siç din Allahu subhanahu wa taala. E dyta, thot wa nafakhtu fihi min ruhi. Dhe thot unë Ademit alayhi salam i dhash shpirt nga shpirti jem. Ashtu siç din Allahu subhanahu wa taala. E treta, Allahu Azza wa Jall është i vetmi rast dhe i vetmi çast dhe moment ku ka urdhëruar krijesat të bëjnë sejdë krijesës. I urdhëroi melaçet që mi bë sejdë Ademit alayhi salam. Por se dini fort mirë që shpeshherë ndodh keq kuptim. Sejdja e melaçeve ndaj Ademit alayhi salam është sejdë tekrimie, lejset ta'abudie, nuk është sejdë adhuruese. Ata i kanë bërë sejdë Ademit alayhi salam për ta nderuar Ademin alayhi salam, jo për ta adhuruar, sepse sejdë adhuruese i bëhet vetëm Allahut Azza wa Jall. Kurse sejdë nderuese është vetëm një rast ku Allahu Azza wa Jall e ka urdhëruar melaçet që t'i bëjnë sejdë Ademit alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu Azza wa Jall melaçeve pasi që u tha që ai din gjëra dhe çështje të cilat nuk i din melaçet, Allahu subhanahu wa taala va parashtri melaçeve një pyetje dhe ju tha. Dhe para kësaj Allahu Azza wa Jall në Kur'an përmend dhe thot wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Kur melaçet banë pyetje, o Zot, pse ti po e krijon kët tukon na? Allahu Azza wa Jall Ademit alayhi salam i mësoi disa emra. Thot Ibn Abbasi radiallahu anhu në komentimin e këtyre emrave, thot Allahu Azza wa Jall Ademit alayhi salam i mësoi disa emra, sikurse i mësoi emrin njeri, i mësoi emrin kafsh, i mësoi tokën, i mësoi shtëpinë, i mësoi detin, i mësoi gjitha gjërat të cilat kanë të bëjnë me njerëzimin. Emra të cilët melaçet nuk i dishin. Thumma aradaha ala al-malaikati faqal anbi'uni. Pastaj Allahu Azza wa Jall ju tha melaçeve, shifni këto krijesa. Ai thash ta shkallëzom në emrat e këtynve. Si ka emrin kë? Ata se dinin se ka emrin njeri. Se dinin se një krijesë me këtë fizionomi e ka emrin njeri. Nuk e dinin se një pemë e cila është kështu e ka emrin drum. Nuk e dinin se kjo kafsha, lopa dhe kështu me radhë e ka emrin lop. E shifnin si krijesa ma nuk ja dinin emrin. Dhe Allahu Azza wa Jall pastaj tha: "Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Dhe Allahu Azza wa Jall pastaj tha Ademit alayhi salam: "Tha Adem, anbi'hum bi asma'ihim." Ajde shta ti kallëzova emrat. Dhe vjen Ademi alayhi salam tha kjo e ka emrin njer, kjo e ka emrin dru, kjo e ka emrin lop,
kjo ka emrin tokë, kjo ka emrin pemë, kjo ka emrin mollë, dhe gjitha krijesat të cilët ishin në tokë, të cilët ishin të nevojshme për ekzistimin dhe ekzistencën e njerëzve, i di kja Ademi a.s. Dhe me laqet, dhe Allah Azza wa Jall vë tha me laqeve, kale, inni alemu gajbe semawati wal ard, dhe tha ta dini mirë se unë i di fshesit e qeve dhe tokës, wa alemu ma tubdune wa ma kuntum të këtumun, dhe tha o me laqe, unë e di atë që jo e shfaqni dhe atë që jo e mshehni. Kjo është një pyetje me laqeve të drejtume kundrejt Allahut Azza wa Jall, dhe më njerë vjen në shprehje përgjigja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pasi që me laqet e kuptun madhështin e krijimit të Ademit a.s. dhe kuptun urtësin dhe hikmetin e saj, pastaj ndodhi një mosmarrveshje dhe një problem aty. Ndodhi që dikush herën e parë në rruzëllin toksor me akthi prap fjallën Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo ndodhi me mendjen e iblisit. Shiqoni, sa e rrezikshme është mendja e njerit kur vjen karshe argumenteve të Allahut Azza wa Jall. Iblisi, i cili jetoj ke me melaqet së bashku, i cili jetoj ke në xhennet dhe i përjetoj ke gjithat mirat, shkaku se i dha përparësi mendjes vet para fjalës Allahut Azza wa Jall, Allahu subhanahu wa ta'ala e mallkoi. Dhe dini fort mirë se kjo është ligji i Zotit deri në ditën e Kiametit. Çdo kush që e vendon mendjen e vet para fjalëve të Allahut Azza wa Jall është i mallkuar deri në Kiamet. Ajo është i devijum, i humbur, dhe është i mallkuar deri në ditën e gjykimit. Dhe kjo ndodhi hera e parë që ka ndodhur me iblisin, Allahu e mallkoft. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Thot Allahu Azza wa Jall, dhe kur Allahu tha usjudu li adama, ju tha krijesave bëjni sejdë Ademit. Fasajadu, edhe melaqet i banën sejdë Ademit alayhis salam, illa iblis, përveç se iblisit, iblisi e refuzoi këtë emër dhe urdhën të Allahut Azza wa Jall. Pse refuzoi këtë? Sepse i dha përparësi mendjes vet para fjalës së Zotit. Dhe i tha Allahut Azza wa Jall, ti tha më ke kriju prej zjarmit, kurse tha këtë e ke kriju prej dheut. Tha zjarmi është më i mirë se toka. Zjarmi është më i mirë se toka. Dhe unë jam më i dobishëm se dheu. Edhe pse ai e kthej urdhnin e Zotit me mendjen e vet, komentatorët e Kuranit thonë ka gabu edhe në kias, edhe në krahasim. Kur e ka krahasu dheun me zjarm, edhe këtu ka gabu. A gabimi më i madh është se ai ja kthej fjalën Allahut Azza wa Jall. Dhe përmendin sahabët apo shumë komentatorë tjerë të Kuranit dhe thonë toka ka shumë përparësi prej zjarmit. Ka thonë e para se toka është e rëndë, kurse zjarmi është i lehtë. Tokën se në merr era, kurse era vjen e merr zjarmin. E dyta kanë thonë zjarmin e shim uji dhe e zhduk, kurse tokës uji veç i ban bereqet, i ban hajr, nuk i ban dam kur. Kanë thonë me ndezjen e zjarmit njerëzit digjen, kurse thot me përdorimin e tokës njerëzit marrin bereqet, marrin begati. Në tokë çka do që të fugish, del diçka prej saj. Por edhe nëse është e damshme, nëse e shtin ata, hupe keqja e saj. A keni pa coftinën nëse e lëm përmi tokë, i vjen era, ama megjithatë një ditë prej ditëve toka e zhdukat. Ama me shtim rejna në tokë, hupe era s'njët hiç. Ama me gjujt farën e kolomoqit përmi tokë, çka del? Ka me dal bereqet. Edhe atë prej
prej një kokës kodomoqit dalin kallin të shumë, të çdo kallin ka me qindra koka mrena. Shqeni krahasimet si i kanë bo ulemaja, që me na e bo neve me ditën se iblisi shkaku me ndimallësis, shkaku i kibrit edhe llafët i dallashiti. Dhe mendoj se i ka dhonë për parësi fjallës se vetë. Eba wastakbara wa kana min al-kafirin. Refuzoi iblisi, wastakbara, edhe u bo mendje madh. Wa kana min al-kafirin, edhe u bo qafir. U bo i mallkum deri në ditën e gjykimit. Pra meselja është kështu, mesazhi këtu është kështu. Kur thot hoxha, ka thonën Allahu Azza wa Jall, kështu, nuk ka me thonë hoxha s'ma merr mendja. Hoxha mu ma merr mendja kështu. Ja. Gabim e ke. Sepse kështu ka thonë iblisi, edhe kështu thonë i thtarë dhe pasuesit e iblisit, Allah qofti mallkum në ndaj tij deri në ditën e gjykimit. Dhe thot Muhammed ibn Sirini, një komentator i njohur i Kuranit, kështu: "Awwalu man qasa iblis, wa ma ubidat ash-shamsu wal al-qamaru illa bil maqais." Thot i pari, i cili ka bo kijas, i cili ka bo analogji, është iblisi. Edhe thot, njerëzimi nuk ka deviju, nuk ka ra në shirk dhe ngabime, përpose duke bo analogji, përpose duke i dhonë përparësi mendjes së tymve. Dhe iblisi Allahu e mallkoft e bonin lutjet e Allahu Azza wa Jall. Kur Allahu Azza wa Jall e mallkoi atë dhe e largoi nga vetvetja, iblisi e bonin lutjet e Allahu Azza wa Jall dhe i tha kështu: "Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin." Tha o Zot, tha majsi kështu, tha emhilni ila yawmi yub'athun. Tha jepëm ymër, ma lejo të jetoj deri sa të ringjallën ata, deri në ditën e gjykimit. Qala fabima aghwaytani, tha masi që ti mu më largove dhe më mallkove dhe mbone kështu të mallkum deri në ditën e gjykimit, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Tha une krijesave tuja ka me vabo jetën të tillë që ata të largohen nga rruga jote e drejtë. Atinve ka me vabo jetën si mazi, kështu ka thonë iblisi. Ka me vabo jetën me harame, me qufriate, me të këqia, me gjunaje, me vrasje, me telashe, me zullume, me fesade, kështu të ka me vabo jetën. Thumme la atiyannahum min bayni aydihim, thot dhe une ka me ju ndejt atinve për para, që mi marrë për ka e keqja, wa min khalfihim, e dikujt ka me ndejt prej mbrapa, thot ka me wa an aymanihim wa an shama'ilihim, thot ka e gjathë e ka e majta. Do me thonën, unë krijesave tuja, nga gjitha onët ka mu mundu që mi u bo atinve shërë, që mi marrë ka e keqa dhe ka zullumi, ka harami dhe ka dalaleti, që atinve me vabo jetën si ma keq. Pse? Sepse i mendon kështu si ka me jo hakmar Allahu Azza wa Jall. Thumme wala tajidu aktharahum shakirin, dhe tha ka me bo ashtu punën që shumica e tymve të mos me të boti shukër dhe hamd. Edhe ta dish se kur Allahu ta ka dhënë një të mirë, kur Allahu të ka begatu ma të mirë, edhe ti nuk thu elhamdulillah, ta di se të ka marrë shejtani për para. Ta di se kjo është vezvese dhe cytje e shejtanit që ti mos bosh prej falëndëruzve nda Allahut subhanahu wa ta'ala.
që ti mos ta falendërojsh Allahun për mirësitë dhe begatitë që ti ka dhënë. Dhe këtu ndalmi çast të shkurt të mirësia dhe begatia që Allahu Azza wa Jall gjithëve neve sot na e ka dhënë, që të kemi ymër dhe shëndet në ditën e parë të Ramazanit. Ta fillojmë Ramazanin të shëndosh me familjet e tona, me evlatët e tonë, me farefisin ton, me haje, me pije, me gjithat mirat e Zotit. Edhe sot parashtrohet pyetja, kur je qunë sabah, atë ka shkun dërme me thonë, elhamdulillah, o Zot, ty të falenderoj, që më dhave ymër dhe shëndet, që më mundësove qona sot sabah, e rreth vetës ta kena bashortën teme, ti keme vlatë të mi, ta kem nonën, babën, familjen, gjithë shnoshe gjallë, si ma mirë, sepse ka shumë tjerë që sot nuk janë qunë. Ka shumë tjerë të cilët kanë ra shnoshe rahat sot janë qunë, së mund. Ka shumë tjerë që sot janë qunë pa një evlat, ti e paten nga të vladin, a i s***. Ka shumë tjerë që kanë ra promë pa bukë. Ka shumë tjerë të cilët promë s'kanë bo gjumë, shkaku i bombardimeve të mdhaja që ndodhin në rruzimin toksor, sidomos të vëllezërit tonë musliman në Siri në kohën e fundit. A ki falendëru Allahun Azza wa Jall për këtë mirësi dhe për këtë begati që ti sot e pate, e ata nuk e patën. A ki falendëru Allahun Azza wa Jall që ti sot kur u qove, i thove nonës edhe babës për hajrë në koftë kjo ditë e madhe, e dukush u dash sot me voros nonën edhe babën. A i falenderove Allahun Azza wa Jall që ti sot afër vetës e pate grunë tonë dhe shnoshe gjallë dhe u gëzove me ta së bashku, e dikush është dash sot grunë e vetë, partnerin e jetës e vetë me voros me dur të veta. O vlezër, mirësit dhe begatit të mdhaja. E qëfar ndodhë Allahu më se baft, që dikush lene se s'ka dit me bo shukër dhe hamd, bile Allahu të Azza wa Jall ka këthi me kufër dhe me gjunaha. Allahu Azza wa Jall i ka dhonë ymër dhe shëndet, a i sot në pikë të drejkës hanë edhe pin. Eudhu billah. Allahu Azza wa Jall i ka dhonë ymër dhe shëndet, që a i sot të përjetoj këtë ditë të madhe, ta fillon ditën e parë të Ramazanit, e a i jadhen billah, këtë ditë ta nise me vjedhje, ta nise me zullum dhe me haram. Vallahi muslimonit si ka hije kjo. Vallahi muslimonit i cili i din mirësi dhe begatit e Allahut Azza wa Jall, nuk ja lejon vetë vetës që ta ban këtë gabim. Falëndërimi dhe shukri dhe hamdi është nga cilësitë e mirat besimtarve të devotshëm, që edhe na që të gjithë së bashku lusim Allahun Azza wa Jall dhe falënderojmë atë për mirësitë dhe begatitë e mëdha që na ka dhënë. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për imrin dhe shëndetin që na e dha, që na e dha riskun dhe kudretin, që na mundsoi që të jemi së bashku me familjet e tona, që na mundsoi që sot të jemi agjerueshëm, dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që të gjithë së bashku kështu ta vazhdojmë agjerimin e muajit të Ramazanit deri në fund të Ramazanit, duke e adhuruar Allahun subhanahu wa taala me gjitha llojet e adhurimeve që i kemi të mundshme. Allah qoftë razi për sabrin dhe durimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë nesër me ligjëratat në kohën e ditës së sotit, sikur se sot mas faljes së namazit të drekës. Allah qoftë razi.